Nuk e marë parasysh që me këtë zhvillim ekonomik që kemi, do thotë, dhe në anën tjetër Kosova si destinacion, mund të themi ka evolu në aspektin e zhvillimit të kapaciteteve hoteliere dhe turistike, të cilat e bëjnë të mundshme që si destinacion të jetë atraktiv për një numër të madh turistëve, si vendor, po ashtu edhe të jashtëm. Megjithatë, këtë kjo është falë sektorit privat. Dhe nëse kalojmë në periudha të thotë ose krahasimin mes viteve, na del që ky vit është pak më i zvet, për arsye se kemi pas shumë ngjarje, për arsye se çdo ndikim, çdo diçka që ndodh, pavarësisht çfarë grupimi apo çfarë proteste apo çfarë lajmi apo ajo ndikon dukshëm në zvogëlimin e turistëve, sepse turisti don qetësi, don rahati, edhe don mu kënaqë. Me sa më shumë që të kemi lajme, të cilat nuk ka stabilitet në Kosovë, pavarësisht a është në veri apo në pjesë tjera të Kosovës, megjithatë ajo ndikon dukshëm. E sidomos lajme të cilat përmendet lufta. Edhe prej kujt po përmendet lufta, po përmendet prej njerëzve, do thotë prej qeveritarëve, prej njerëzve ku duhet me zbut atë term, sepse në momentin kur përmendet lufta, për turist nuk është e mirë. Kemi një zvogëlim, do të thotë dikun ka 5-6% ka ramje në këtë, po ndoshta ka ndikuar edhe kjo në kohë e zgjedhjeve, edhe vetë fakti që jemi në një farë forme në formim të institucioneve, mbas këtyre zgjedhjeve, dhe kjo e bën të lehatshme që të kemi numër më të vogël të turistëve. Ne si OT apelojmë që sa më parë të formohen institucione të dalën nga këto zgjedhje. Neve nuk po na intereson kush edhe si. Do të thotë rezultati i këtyre zgjedhjeve do të mundson formimin e qeverisë. Do të thotë që gjithë deputetët, gjithë ata që kanë fituar të gjejnë formën, mënyrën që institucionet të formohen se sa më vonë për biznes është më keq. Llogaritën tash për shembull kur bëhet një shpërndarja e buxhetit nëpër komune, shumë gjëra këto mbesin vë. Sa më shumë që zvarritet kjo punë, do të thotë për biznes është edhe ashtu që nuk kemi ndihmë prej tyne, e lemo zvarritet për shembull për ato që pritën diçka prej tyne. Unë mendoj që Kosova veç ka është futur, do të thotë në rangun e destinacioneve të kërkuara, për arsye se thash edhe një sektori privat e ka bëu mosme, edhe e kemi këtë bukuri, do thotë kemi këtë potencial turistik, tu i përmend edhe Bishtën e Emra edhe malet e Sharë që janë potenciale më të mëdha turistike, edhe në kuadër kësaj mund të ndërtohen qendra tjera turistike, të cilat kishim qenë edhe më josh për numrin e madh të vizitatorëve. Duke mos lënë anash, do thotë, edhe Sharën e Bajgorës, edhe pjesën e Ferizajt e Jezercën, edhe pjesën e Karadokut, do thotë Kosova është një farë umbrelle, themi ashtu, e cila kudo mundesh me zhvillu, vetëm se a don me zhvillu turizëm. Kërkesat e parë na i kemi pasur më hershme, kërkesat e para në qeverinë e re janë që TVSH-ja duhet patjetër zbritet. Nuk ka kuptim. TVSH-ja në akomodim me qenë 18%, kurse krejt rajoni ka 5-6%. Pyetni në Malzi, pyetni në Shqipëri, pyetni në Maqedoni, do thotë nuk ka kuptim. Tjetër, rregullimi i kuponave fiskal duhet rregullohet kjo çështje. Ka mundësi me një savert posaçëm që zgjidhet e probleme, jo për shembull me pas probleme çdo herë dënime subjekte të tjera për një kupon fiskal, që ndoshta edhe nuk është fajtor. Se ne i mbrojmë ato të cilat nuk janë fajtor, se ata që bëjnë gjëra ndryshme na nuk jemi, na jemi për institucione ose biznese të mirëfillta.